publiku dhe përgjigja, që tani mos bon edhe une shumë rregular, që thojmë se po dihen gjanat dhe po shihen, se s'po mohohen, si s'po mohohen në jetën publike, do me thonë ato në një farë mënyrë thu se pranohen. As më parë që është edhe një farë tabulati i komunikimit vetë zotit Abdiziku me Abdullah Hotin. Nëse shunduna me thonë nëse është ajo e vërtetë, se edhe gjyqi, kur ti merr ato, duhet mi vërtetu e në vërteta. Po e zojmë se janë dhe qëndrojnë. Vetë fakti i mënyrës që shështon, vetë fakti i mënyrës që shështë përgjez, lem për brëngosjet madhe, më përgjithsi. Pse? Sidomos në entitetin e LDK-s. Sepse, për shembull, prej 2 eksponentëve të nalt, i sugjerohet ati që ka ngrit këtë çështje që këto duhet t'i çosh në prokurori. Kenë me qumë prokurori edhe për çka? Prej shtëpis tonë dhe po ndodhen ato. Prokurori qohën ato në mënyrë kolektive me marrëveshje. Për ndryshe atër si individi. Dhe kjo është brengose për mendim temë. Ndoshta politikisht ma e damshme edhe për tregun politik të Kosovës, për shkak që një LDK me këso turbulencash nuk i konvenon përgjithësi qëndetit demokracisë. Por në anën tjetër, vetë, si me thonë, kjo e ndodhë me kështu, është pasoj e paralajmëruar pak më herët, nëse mund të themi, bashkë se ani parë është tek ndalemi gjithsesi te komunikimi i brendshëm dhe zhvillimet e brendshme e që në një moment pra dolën në këto pak narësitë e brendshme dolën në shesh. Zoti Baraliu, ju si e shihni këtë lloj zhvillimi të fundit brenda LDK-s? Çfarë tregon kjo? A thjesht është demokraci e brendshme ku njerëz mund të ankohen të denoncojnë çdo të keqe, apo tregon diçka shpërfaq, diçka më të rëndë? Po lidhur me këtë më lejoni të konstatoj që procesi zgjedhor i këtyre zgjedhjeve, përkundër faktit që filloi mirë ditën e zgjedhjeve dhe përfundoi mirë dhe përkundër ndryshimeve ligjore që janë bërë, e që si duket nuk kanë arritur segmentet institucionale të caktuara përgatiten sa duhet dhe si duhet për ta zbatuar çdo ndryshim dhe plotësim të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ka pasur probleme serioze. Jo vetëm vonesa, po edhe probleme teknike, edhe problemet natyrës së numërimit, rinumërimit, verifikimit, e pastaj edhe këto të tjera për cilat ju e keni shtruar temë bisede në këtë emision. Dhe tash lidhur me këtë, në një subjekt të caktuar politik, nuk është hera parë që ankesat e tilla dalin, përveç faktit që subjektet politike në ciklet të ndryshme zgjedhore kanë pasur ankesa ndaj njëri tjetrit, ankesat deputetët kanë pasur dhe i kanë përmendur, i kanë eksponuar, theksuar ose jo, për shkaqe disiplinës ndaj partisë dhe rrethana marrëdhënieve në parti. Tani që ka pasur gjithmonë po janë heshtur brenda, nuk i kanë lënë dalin jashtë. Nuk janë bërë shumë të nda, por që ka pasur probleme të tilla edhe brenda llojit siç thuhet, pra. Kësaj radhe diçka e tillë unë mendoj e para që do duhej thënë këtu dhe bërë është që mos ngutet askush, sepse përkundër faktit që ne nuk i kemi organet dhe institucionet përkryera, as sistemin, as nuk jemi shtet me një demokraci stabile, përkundër faktit që po themi që jemi më demokratikët në Ballkanet e tjera, as në demokracinë elektorale. Prandaj ka ankesa siç kanë bërë disa në këtë proces brenda partisë në fjalë, edhe për sa i përket elementeve tjera, ankesat e tilla dhe ato janë shtruar edhe në PZAP, edhe në Gjykatë Supreme, por nuk është që nuk ka përshtypje që nuk janë trajtuar sa duhet ose s'janë trajtuar mirë fare. Mirë, po tani ku jemi në situatë, përsëri do duhej që të mos ketë përçarje brenda partisë, ani që ka fraksione, ka rrymime, nëse jo fraksione, ka mendime ndryshe, pra diversitet në të menduar dhe në të vepruar, në çdo subjekt politik, pak a shumë në LDK, si duket më shumë dhe jo vetëm tash, po edhe më herët, që është krejt edhe normale dhe legjitime, njerëzit mendojnë ndryshe. Por nëse flasim për një keqpërdorim i cili tani më dhe në segmente tjera, nga subjekte tjera politike, jo vetëm brenda partisë, del si brengosës, del si problematik, atëherë duhet presim për të mos e bërë të madhe
më të madhe se që eventualisht dëshiron dikush ta bëj, qoftë brenda partisë, qoftë jashtë saj, këtë rast LDK-s, atëherë do duhet pritur, sepse kemi 2 dimensione që është ende të patrajtuar. Një në organet e ndjekjes, ata janë duke punuar, me sa unë di, dhe në gjykatën kushtetuese. Pra, derisa është ende patrajtuar në disa segmente institucionale, në drejtsinë kushtetuese dhe në organet e ndjekjes, do t'ishte mirë edhe në LDK, pa dashur që të bëjë avokatin e LDK-s, por me respekt në çdo subjekti politik, duhet të sillim edhe unë sillem ashtu, do duhej që të kenë durim dhe të presin të paktën në qoftë se bisedat në kryesi, në organe tjera, eventualisht në biseda mes tyre nuk kanë pasur ndonjë epilogë, ndërkohë që ato dialogje janë mjaft që po e përfundoj veç, se po e shoh që Po duhet të pyes se the që duhet hetime, prokuroria ka nisur hetimet menjëherë pasi ka denoncuar. Jo, nuk them duhet, po janë hetimet. Janë hetimet, ka filluar hetimi, por a do duhet që menjëherë që nesër, po supozojmë djetë ka qenë ditë pushimi, sot dita parë që nesër, t'i ftoj gjithë këta njerëz si dëshmitar për t'i marrur përgjigjet e tyre rreth denoncimit që kanë bërë brenda. Duhet që nesër prokuroria të shkojë në LDK dhe t'i pyes gjithë me radhë për atë që dinë. Ne nga njëherë, pa qëllim ose nga mosdia, si qytetar, po flas për veten time, dhe ndonjë tjetër që mund t'jetë kështu edhe nuk janë pak, ngatrohemi në punën institucionale. Në punën institucionale në organet e ndjekjes, me që rastisht jam edhe jurist dhe i di procedurat, që nga hetimet, në polici, në pastaj në prokurori dhe deri në gjykat, ka procedura, ka probleme, ka punë për të bërë. Dhe nuk bëhet sikur dëshirojmë ne me njëherë që të piqet për 5 minuta një pite me gjizat. Shka në e punë. Pra ka punë dhe ata sigurisht që bëjnë punën e tyre. Duhet të ketë më shumë besim përkundër mangësive që kemi në sisteme dhe përkundër problemeve që kemi në sistemin e drejtësisë. Megjithatë ne nuk do të duhej që me njëherë të kërkojmë pitën në nxehtë. Kushtimisht jo me njëherë që nesër, po ideja është të mos lihet po nuk e lajnë ata, janë duke bërë punën e tyre dhe ne nga njerë nuk po them që është ilegjitime dëshira që sa më parë të kryet kjo punë, për arsye se nuk është mirë të shkohet me këtë përshtypje se dikush e ka marrë një deputet dikuj tjetër, dikush e tjera, ka abuzuar me procesin deri në një segment që quhet postulat kriminal. Jo, mirë po është dhe ende ka kohë që duhet pritur, sidomos në LDK, po them misisht kështu një mendim timin që do duhej sepse atje ka disa rrymime, ne i dim ato, po s'është fjala aty, as kemi bisedë, do duhet ketë më tepër mirë kuptim dhe tolerancë brenda këtij subjekti që